Atëherë mi mbrëmë të gjithëve, mirë se erdhët në hapësirën publike. Kjo hapësirë publike i dedikohet ngjarjes së shumë përfolur të kohëve të fundit, ku në Shqipëri ose më saktë në Lezhë do ndërtohet një kamp refugjatësh pas marrëveshjes Rama Meloni, një kamp i cili parashikon deri në 3000 refugjat të cilët do strehohen aty. Por sipas llogarive të Melonit, llogari pak çuditshme do thoja, ata do përqësohen brenda 28 ditëve, kështu që për një periudhë një vjeçare supozohet që do kalojnë në atë kamp 39.000 veta, 36-39.000 veta. Janë numra të cilët janë shqetësues, sepse duke i vendosur në raport me popullsinë e Shqipërisë apo me popullsinë e Lezhës aq më shumë, i bie që të jetë një numër i lartë i refugjatëve të cilët do duhet përqësohen në atë kamp. Dua këtu edhe të shtoj që kohët e fundit ka patur një rritje të numrit të azil kërkuesve ose të refugjatëve në brigjet e Italisë, aq sa kanë arritur 150.000 në vitin e fundit dhe me sa duket Meloni po përpiqet gjejë një zgjidhje. Jo me sa duket, po qartasi Meloni po përpiqet gjejë një zgjidhje dhe ka gjetur tek Rama partnerin ideal. Kjo ka shkaktuar reagime normalisht, sepse një pjesë e madhe e shoqërisë shqiptare ngre pikpyetje. Ngre pikpyetje në raport me sigurinë e këtyre njerëzve, raport me kushtet në të cilat ata do duhet jetojnë, do jenë të izoluar apo do bashkëpunojnë me komunitetin, raport me integrimin e tyre, në raport me procedurat, sepse kjo hapësirë supozohet të jetë ekstraterritoriale, pra të jetë në jurisdiksion italian, por me mbikëqyrje policore shqiptare. Kështu që ka shumë pikpyetje dhe shumë shqetësime legjitime të banorëve dhe shqiptarëve në përgjithësi. Pastaj për teoritë e shpopullimit, teoritë e zëvendësimit popullsisë, teoritë e racizmit, teori që këta njerëz po keq trajtohen, po ju shkelen drejtat sepse po drejtohen drejt një vendi si Shqipëria, në vend që drejtohen drejt Europës, që këta njerëz nuk shkelin në Itali, pra nuk është Italia e detyruar ligjërisht që t'u jap azil atyre nëse ata nuk kanë shkelur në territor evropian. Këto pastaj pres që zhvillohen gjatë bisedës, edhe secili t'jap këmbvështrimin e vet. Atëherë mishëm do vetëm t'ju thoja që ju lutem të mbajnë fjalorin e pastër dhe të përshënderohemi te tema pa u degëzuar shumë, në mënyrë që edhe t'japim një informacion për ata që se kanë, t'japim një lloj vazhdimësie mendimesh për ata që nuk janë të vendosur akoma, edhe pse jo të arrijmë diçka, nëse mundemi. Atëherë do të nise Besim me mendimin tënd. Unë kom dhënë edhe tje mendimin, unë mendoj që nuk është bashkë e keqe që po mundohen me paraqit. Kjo ndihmon Evropës me një problem të madh që ka, si emigracioni, duke ja vështirësu njerëzve ardhjen e lehtë në Evropë edhe azil kërkimin. Shumë njerëz që vjen e përdorin kërkesën e azilit vetë si mbrojtje, se shumica vinë për mirëqenie ekonomike ose për sene tjera, edhe Roma me këto edhe merr përfitime se besoj që komo pagu mirë për Italisë, edhe merr një imazh të mirë e krijon në Evropë, me që synimi është një bashku e Evropës. Unë nuk e shoh krejt keqe këto. Desha të shtoj diçka nëse më lejon. Patjetër. Përfitim Republika e Shqipërisë, shteti shqiptar nuk do të ketë. Të paktën nga deklaratat publike të kryeministit Rama dhe të përfaqësuesve italian, nuk do të dëm shpërblemi apo nuk do shpërblemi në asnjë lloj mënyre për këta emigrantët ose refugjatët më saktë. Kampi i refugjatëve do menaxhohet nga Italia dhe sigurisht ata do paguajnë për gjitha shpenzimet që do ketë ky kamp. Por Republika e Shqipërisë nuk do marr para apo shpërblim të një lloji tjetër nga Italia për këtë nder në thojza që po i bëjmë. Edhe e vetmja ndihmë që mund na jap Italia që po përflitet, sepse sigurisht nuk është publike,
është ndihma në procesin integrues. Pra Italia do jetë më mbështetëse ndaj Shqipërisë në procesin integrues. Po duke qenë se ky proces integrues do marr vite e vite, duke llogaritur që Shqipëria për nga niveli ekonomik dhe për nga shumë tregues tjerë është shumë larg standardeve të Bashkimit Evropian. Shqipëria ka GDP sa 40% e vendit me GDP-n më të ulët, që mund të jetë Rumania ose Bullgaria. Pra do i duhen 10-15 vite që të bëhet po themi kompetitive me këto shtete dhe të ketë një vlerë Bashkimi Evropian për ta tërhequr. Nëse përtej kësaj kaq desha të sqaroj që nuk do marrim para edhe mbështetja vetme do jetë kjo e supozuar për integrimin BE. Atëherë, a ndryshon mendimi jot Besim tani që ka këtë informacion dhe në qoftë se po, në çfarë drejtimi? Jo, nuk ndryshon se që që thasha më herët, qëllimi i Shqipërisë është më integru në institucionet evropiane dhe më bë pjesë e Bashkimit Evropian, andaj vetë premtimi që ja ka dhënë mi ndihmu gjatë këtij procesi, unë mendoj që u konë si lloj këmbimi që Italia mi ndihmu këtë politikën e Një Bashku Evropës, edhe kjo mja kry një favor. Ngjashme qysh Amerika e ka bo me Meksikën, ku për një kohë Meksikit, përderisa t'ju verifikohet pranimi ose refuzimi i lëndës tyve. Dhe më thonë, unë nuk besoj që shumica për tyve kanë me pas interes me nejnë Shqipni, edhe vetë fakti që i binë Shqipni, komu konë barë për shumicën e tyve, se mos habet, shumica e tyve që vinë në Evropë, këta kanë komunikim me njerëz tjerë që janë të interesuar me orë në Evropë, apo edhe për kur t'ju tregojnë që në fakt nuk kanë mujt me hinë Itali, po tash është procedurë e re ku po do ka me orë me një vend tjetër ku po do ka mu ndalu 1 muaj, 1 vjet ose diçka, ata tjerë që janë kanë gati për munis, nuk kanë munis heq me orë se thojnë, okej, kjo ka bo tash ma e vështirë situata e sana. Aten, edhe në dy anët është të qysh si përfituese. Edhe i ndërhyje tjetër, më fal Bleon, se po ndërhyj shumë, vetëm desha të përforcoj këtë argumentin e Besimit, që shumë e vërtet kjo që tha, dërgimi i tyre në Shqipëri është një ndëshkim në thonjza, është njësoj është politike ngjashme me atë që kanë ndjek Rishi Sunak në Britaninë e Madhe. Më fal, ndëshkim për ne apo për ata? Jo, ndëshkim për refugjatët, sepse ky tha që do demotivohen tjerë për të ardhur. Dhe ky është një ndëshkim për ata njësoj si me refugjatët në Britaninë e Madhe që do i dërgonin në Ruanda. Pra, në kundërshtim me atë argumentin, po themi kështu humanitar që ne po i ndihmojmë se janë gjina, kanë ngelur në det, këta nuk kanë ngelur në det, këta janë territori italian, por Italia po përpiqet t'i ndëshkojë ose t'i demotivojë të tjerët që mund vinë pas këtyre, duke thënë që ju nuk do shkelni fare në Bashkimin Evropian, ju do shkelni vetëm Shqipëri. Shqipëria nuk është një vend i zhvilluar, s'do jetë parajsa për ju, nuk do keni ndihma sociale dhe pastaj aty do ju bëhet vetting në thojza, do ju bëhet screening, kush është për azil do marr azil, shumica do kthehen mbrapsht. Kaq kisha. Atëherë, më fal një moment, Karl. Mirë se erdhe një herë, po më fal një moment. Duhet të them diçka. Ai paralelizmi me Meksikën e them edhe mendoj se është e qartë edhe për një pjesë të dëgjuesve që nuk është relevant në këtë rast sepse nuk është e njëjta situatë. Duhet të kemi parasysh që emigrantët që duan të hynë në Amerikë në kufirin e jugut, jashtë quajtur i muri, i duhet të kalojnë nga Meksika dhe trafikimi më i madh i njerëzve, sidomos i aziatikëve për shembull, bëhet nga Azia, nga vende të ndryshme të Azisë drejt Meksikës dhe më pas aty ata procesohen nga trafikantët edhe kundrejt pagesave me të ashtu quajturit Kojota nisen drejt Amerikës. Në këtë rast ne kemi një divergjencë të drejtimit në mënyrë të drejtë për drejtë të dëshirës ose hallit që i ka zënë refugjatët, sepse ata janë nisur për dikush edhe ti ke një autoritet që është ta themi hapur tejet fashist që thotë unë do të marr peng, sepse është në atë moment që ata drejtohen drejt Shqipërisë kundrejt dëshirës tyre, është një marrje peng dhe një deportimi as në vendin e origjinës që bie në kundërshtim me të drejtat e njeriut dhe të drejtat ndërkombëtare, që ishte një nga pikat e forta që ajo
gjëja e bukur që Britania mendoi për Ruandën akoma nuk është konfirmuar 100% dhe nuk ka hyrë në fuqi. Të paktën në dinën time, nëse juve keni një informacion tjetër, mund të më korrigjoni. Është jashtëzakonisht le të themi naive që ne të mendoj të krahasojmë Shqipërinë me Amerikën ose Italinë me Amerikën në këtë pjesë, sepse janë dy fuqi, domethënë që nuk krahasohen fare me njëra tjetrën. Italia është shumë larg Amerikës, madje më larg se sa jemi ne ndaj atyre që Petro përmendi më përpara. Duhet të kemi parasysh faktin që Giorgia Meloni ka ardhur në pushtet me thirrmat e saj kundrejt presidentit francez Emmanuel Macron, që në mënyrë famoze që ka bërë xhiron e çdo lloj portali në internet në të gjitha vendeve të mundshme, ku i ka thënë që ju jeni problematika me Afrikën, juve i shfrytëzoni dhe i shfrytëzoni ato, juve manipuloni monedhën dhe juve nuk duhet të na shkolloni ne, edhe nuk duhet që ne të mbajmë barrën e gabimeve tuaja. Me një lloj hipokrizie omerike, Meloni kthehet edhe koloniale. Edhe bën identik të njëjtën gjë, duke i dërguar këta individ në Shqipëri, siç e tham, kundrejt asnjë lloji përfitimi, edhe ky përfitimi i supozuar që do ndihmojë në Bashkimin Evropian është, le të themi, absurditet më vete, sepse nuk është i shkruar. Nëse do kishte një marrëveshje në letra për këtë që do i hiqet kjo kush Shqipërisë nëse bën këtë apo do bëj kjo, atëherë mund të kishim një debat në një herë të dytë, po deri atëherë ja vlen të themi që ne kemi rënë pre e këtyre planeve të shteteve më të mëdha ose minimumi me fuqi më të madhe se sa Shqipëria, dhe është vendosur nga dikush që është i pazgjedhur nga populli shqiptar që të manipulohet kokoshi edhe Shqipëria të kthehet në një shkarkesë ose minimumi në një korridor të emigrantëve, në një korridor që jo gjithmonë do jetë i hapur, pa marrë parasysh fragilitetin e qeverisë, jo qeverisë, po të komunitetit shqiptar, problematikat e brendshme që ne kemi, pa marrë parasysh që ne nuk dimë ku kemi këmbën, ku kemi kokën, pa marrë parasysh që problemi më i madh i Shqipërisë është që njerëzit po na ikin, edhe në vend që të fokusohemi të mbajnë ata që mos na ikin, ne po shqetësohemi me problemet e dikujt tjetër, që le të themi të drejtën, pavarësisht se edhe unë doja të ndihmoja njerëz, po do e bëja shumë herë më shumë qef, nëse kjo nuk do bëj në kurizin e prindërve të mi, apo e tim vllau, apo e kushërinjve dhe farefisit tim e qytetit etj. Ja vlen të theksojmë tejet që nuk ka deri më tani faktualisht asnjë përfitim për Shqipërinë, është një qop që për disa gjëra që kanë ndodhur prapa kujtave, prapa perdeve, neve nuk i njohim sot e kësaj dite. Dhe ne përballemi në fakt me në një komunitet, në një popull siç është Shqipëria, që fatkeqësisht është i palexuar, fatkeqësisht është i pamësuar, fatkeqësisht është jo i nivelit të lartë të pranueshmërisë, le të themi, kulturave të tjera, ndryshe siç mund të jenë vendet perëndimore ose siç ato e vetë supozojnë këtë gjë. Neve në mes të 101 halleve që kemi, na hidhet edhe një bombë si kjo, që është bombë kulturore, edhe anashkalohet çdo lloj problematike tjetër e mundshme që ata mund të bënin për ne. Sepse në qoftë se do duhej që të hapnim një kamp refugjatësh dhe kësaj Italia të investonte në 20 apo 50 shkolla apo në 4 qendra ambulante apo tjerë, mbase atëherë kjo do ishte një marrëveshje që do sillte diçka për ne. Por de facto deri më sot fatkeqësisht nuk kemi asnjë gjë. Karl. Faleminderit. Pajtohem plotësisht me ty, veç se kisha shtu disa gjana, atë pajtohem jo plotësisht, po thuj se me këtë pjesën, edhe sikur të kishte një gjanë këmbim, prapë nuk do duhet pranu, sepse në anën tjetër të peshorës është
komplet përbamja etnike demografike e vendit tonë, e cila një influks I tillë I këtyre njerëzve nga këto kultura që vinë nga ato vende do shkaktonte jashtëzakonisht dëme shumë të mëdha në krejt atë ekuilibrin e brishtë që kanë shqiptarët mes vetës. Kisha më shtu disa gjëra tjera kur përsa e përket këtyre përgjigjeve që vetëm sa japin pyetje të reja, se po thonë, po thonë, këta nuk do të dalin për atë. Janë sigurt, do t'i ruaj policia italiane, dikush do t'i ruaj karabinierë, dikush do të jetë ekstraterritoriale, dikush do t'i ruaj policia shqiptare. Edhe nuk do të dalin aty, pra domethënë çdo është e sigurt, ta nuk do të dalin për aty. Domethënë, nëse këta nuk do të dalin për aty, atëherë pse po na ban Italia ne tonë këtë nerë të madh, bënai për këtu, nëse ka kanë sigurt brenda këtij kampit. Ajo shumë më mirë mund t'i ruajë këto mos të dalë jashtë në territorin e vet. Po kjo është një rend, se fakti është se këta do të dalin për aty. Fakti është se këta do ta çojnë rrethimin, e do ta çojnë ndoshta edhe të kontrolluar, nëse besoni konspiracionet. Do ikun edhe në mënyrë të kontrolluar. E ku do të ikun? Edhe nëse do të ikun, ndoshta nuk do të ikun, ndoshta do rrinë aty, do t'i pëlqejnë, do gjejnë një punë në Tiranë, do marrin edhe disa njerëz tjerë. Kujt shumë të huj në Shqipëri, janë dashuruar me Shqipërinë, ndoshta edhe këtyre I pëlqen. Po edhe nëse do t'ikun, e marrin mirë qenë se këta do t'ikun, ku do kalojnë? Këta do kalojnë në për Shqipni. Nuk kanë kalojnë tjetër, a mendon se Mali I Zi nuk ka me përforcu kufinin e vet, mos me t'lan ty, mos me I lan këto me hi, a mendon se Mali I Zi nuk ka me t'i kthy këta mrapsht, a mendon se Kosova nuk ka me t'i kthy këta mrapsht. Nëse kalojnë Kosovën, a mendon se Serbia nuk ka me t'i kthy mrapsht. Kjo është një recetë për një xhurulldi, një zallamahi. Të jashtëzakonshme. Ne I eksportojmë edhe një problem Kosovës që Kosova nuk e ka prit, sepse ne nuk kemi tra me Kosovën, këta shumë lehtë mund t'ikin nga kampi dhe përfundojnë Kosovën. Eksakt. Më thonë, s'më vjen fjala, ato që rrjedhin nga kjo janë jashtëzakonisht shumë, edhe janë të gjitha të këqija, edhe janë jo të këqija, por janë shumë të këqija. Dëmton çdo lloj gjaje, nuk mundemi pa asnjë anë pozitive, thjesht që po na maka mend nerin Italia. Këto janë çesharake, këto janë gjëra që mund t'i besojnë dikush që është një popull parapolitik, që nuk arrin me kuptu që politika nuk është me ndere, nuk është me miqësi, nuk është me shoqëni, pa është sipas interesave të ndryshme, në kohë të ndryshme, të vendeve të ndryshme. Ata janë vetëm karamele që tunden në sytë e shqiptarëve për me na marrë sytë, dhe besoj se edhe fakti që ky krye manipulatori kur thot që nuk do marrim asgjë, do ja bëjmë si nder ky synimin e tij, mendoj unë, ma jep atë intuitën se ka për me synu, ka për me preka cedrën e shqiptarëve, se jo po pse po na po bëna racista, na kena kënë migranta vetë, na duhet mi mirëprita, mi bën ner Italia na ka shpëtuar nga ferri, kështu dalë pse thonë sot, këto janë për mendimin tim vetëm manipulime, sepse sigurisht që kur jep diçka do presësh diçka, edhe sigurisht që ka disa gjëra të cilat nuk kanë çmim. Për shembull, një bombë demografike, një bombë e tillë që do ndronte këtë strukturën etnike të Shqipërisë, nuk e di çfarë çmimi mundet me pas për mendimin tim. Unë nuk e di, unë besoj se ky rrezik të ishte sinqerisht ekzistencial për Shqipërinë. Edhe nëse më rrin të me ardhë, konfliktet me vendet do ishin të jashtëzakonshme, për mendimin tim do ishin edhe gjakatare, sepse këto janë, siç u pa aty të drafti, janë gratë dhe fëmijët do rrinë në Itali, këtu janë vetëm meshkujt 18 deri në 40 mosh ushtrijet. Edhe kanë kalu dete, kanë kalu male me mri këtu, nuk besoj se janë profesora edhe doktora, pa kanë asnjë miligram racist. Këto njerëz nuk janë njerëz të ngritur, nuk janë njerëz të edukuar, nuk janë njerëz të cilët mund të bahen kontribusa me vlerë në shoqërinë tonë, kryesisht. Por ndoshta mundet të pas në 1% ose më pak përjashtim, por përvoja e Europës perëndimore nuk na mëson asnjë gjë tjetër përveç se këtë. Kjo është vetëm
kjo mund të sjellin vetëm shkatrim në vendin tonë. Nuk po duam të zgjat më tepër. Thjesht këto pyetjet, këto përgjigjet vetëm sa më shtojnë pyetjet më tepër. Shkurtimisht, Petro, duhet kemi parasysh edhe faktin që jetojmë në një periudhë për momentin ku vendet si Gjermania janë duke nxjerrë lloj-lloj metodash të ndryshme, duke thjesht bërë një thithje truri, ajo që quhet brain draining në këto gjuhën akademike, domethënë dhe gjeopolitike, duke i thjeshtëzuar vizat edhe duke i thjeshtëzuar marrjen e dokumentave për gjithë ata që janë stafi kualifikuar, ku vendet e tjera si për shembull Britania e Madhe ose Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kanë një periudhë gjatë që i kanë futur gjatë në funksion. Dhe duhet të kemi parasysh që një lloj menaxhimi i këtij territori, siç është thënë deri më sot, që do të menaxhohet nga Italia, cënon Mahamendja në mënyrë kushtetuese dhe integritetin territorial për Shqipërinë, pasi krijon një lloj xhepi brenda territorit të Shqipërisë që nuk menaxhohet nga Shqipëria. Që ata që janë atje nuk janë shqiptar, madje edhe të panjohur në çfarë lloj mënyre nga shteti shqiptar, as si azilant, as si emigrant, as si refugjat, që do të menaxhohet nga një shtet i tretë, edhe ne shërbejnë gjithmonë për lëndën e parë, lesheli, hajde ti sjellim edhe të shohim çfarë do bëhet. Megjithatë pluset, këto pluset që na shiten kaq shumë bukur që do vinin nga jashtë, nëse do kishte vërtet gjëra pozitive dhe pluse për këtë, atëherë Italia, sidomos Italia e Jugut, ka vende që janë zbrazur. Italia e Jugut rregullisht ofron bonuse dhe grante për ata që vënë në Italinë e Jugut dhe vendosin të punojnë atje, dhe vendosin të banojnë atje. Kështu që nëse kjo do ishte kaq e bukur, edhe me kaq provizione të mëdha nga Uniteti Evropian, atëherë Italia, Mahamendja, për sa i përket diplomacisë, është shumë herë më e mençur se Shqipëria dhe do i mbante vetë. Por ne përballemi përpara një fakti që Italia ka një mbingarkesë të tillë emigrantëve ose refugjatëve, që nuk po ja del dot, edhe me ato fonde që ka aq vite që kërkon fonde të tjera dhe pjesëmarrje në kosto, që asnjëri nuk i përgjigjet, dhe normalisht shkarkohet. Ne po bëhemi një nën-kontraktor i Italisë, siç janë firmat ballkanike nën-kontraktor në projektet ku unë drejtoj, me çmime absurde, që i trajtojnë punëtorët si plera, edhe vetë udhëtojnë me gele. Petro. Po, faleminderit. Atëherë unë desha të them një 2-3 gjëra që po më vinë ndërmend dhe i kam shënuar. E para, do të them diçka dhe pastaj ta sqaroj. Sepse kam gjuar shumë argumenta që ne kemi borxh Italisë nga një anë dhe argumenta që ne duhet të ndihmojmë refugjatët nga ana tjetër. Ne nuk po zgjidhim hallin e Italisë, as nuk po zgjidhim hallin e refugjatëve. Ne po zgjidhim problemin që ka Italia me refugjatët. Është ndryshe. Për shembull, nëse Italia do kishte një hall, një problem, fjala vjen në Italinë e Jugut, do kishte fatësira apo përmbytje apo probleme të çfarëdo lloji, asnjë shqiptar nuk do kishte problem të merrte refugjat nga Italia e Jugut dhe t'i strehonin në shtëpi. Ashtu siç kemi bërë në luftën e dytë botërore që i shpëtuam ushtarët nga nazistët gjerman, ashtu do i ndihmonim edhe sot me sa të na jepej, sepse jemi një popull që ka zemrën e madhe. Kjo është ndihma ndaj Italisë. E dyta, ndihma ndaj refugjatëve. Asnjë shqiptar nuk ka problem me refugjatët, se sot kalojnë refugjat nëpërmjet Shqipërisë, kalojnë sirian, kalojnë nga gjitha llojet. Dhe kur në Shqipëri kanë ardhur refugjat, fjala vjen nga Kosova, okay, ata ishin shqiptarë, është ndryshe, po prap populli shqiptar e ka treguar që e ka zemrën e madhe dhe kur vijnë refugjat që janë në hall, njerëz vërtet në hall. Ne me këtë akt po përpiqemi, ose mos akt, Italia po përpiqet të zgjidh problemin që ajo ka me refugjatët nëpërmjet nesh. Italia ka një qeveri të djathtë që nuk i do refugjatët dhe nuk ka se si e zgjidh ndryshe problemin, se nuk i do bën dot aq lehtë, sepse ligjërisht është detyruar të jap azil atyre që shkelin territori italian që kanë probleme me luftën civile, me çfarëdo lloj arsye. Nuk do t'ju jap letra dhe t'i integroj si në shtetas vetët, sepse ju ka dhënë premtimin qytetarëve të vet që unë s'dua ta ndryshoj demografikisht këtë vend, dua ta mbaj italian, dhe hallin që ajo ka me refugjatët do ta shkarkoj tek ne. Ky është problemi, mos dim kurthin e kësaj
sentimentalizmi që do ju zgjidhim ne hallet refugjatëve, se nuk vijnë refugjatët tek ne. Ka qindra mijëra, ka miliona refugjat nga Bangladeshi, nga Afrika Veriore, nga Afrika subsahariane. Nuk e zgjidh dot Shqipëria 3 milionë që këtë problem edhe sikur të përpiqet. Dhe shtetet europiane po bëjnë ping-pong me këtë punë. Gjermania ka problemet veta, Franca bllokon atje në kufi me Italinë, i rreth me policë që të mos futen. Mos flasim për Europën lindore. Pra kjo është që s'duhet bijem kurth. Tjetra desha të them. Kjo është spekulim që po e bëj unë në këto momente, por lidhje me atë që u tha se çfarë përfitojmë ne. Unë dyshoj, duke e parë Melonin të përfshirë në dialogun e Kosovës ashtu siç nuk ka qenë më përpara, të më korrigjoni nëse e kam gabim. Unë dyshoj që tjetë përdorur kjo marrëveshje si shkëmbim për mbështetje të programeve të Edi Ramës në Ballkan. Pra Meloni mund t'i këtë bërë presion qeverisë Kosovës për asociacionin për të zgjidhur këtë problemin shqiptaro-serb, sipas vizionit të Ramës dhe vizionit Vučićit, edhe në këmbim ne kemi marrë emigrantët. Kjo është një luz-luz, është humbje nga të dy anët. Edhe tjetra, sa i takon emigracioni, se shtetet bëhen me ligje, nuk bëhen me deklarata nga Facebooku. Po supozojmë se ne kemi një problem demografik. Ne kemi largim të popullsisë nga Shqipëria. Po ashtu dhe ne duam të zgjidhim këtë problem. Le ta hapim një debat. A duhet bëjmë ne një ligj që të marrim emigrant? Nëse duam të bëjmë një ligj të tillë, nga do i marrim ta emigrant? Do i marrim të specializuar? Në cilat fusha duhet punojnë? A duhet vinë punojnë bujqësi? A duhet na punojnë sektorin shëndetësor ashtu si kërkon Gjermania? Dhe të bëjmë një ligj dhe t'i marrim nëse shumica e popullit shqiptar është e bindur që duhet marrim emigrant. Dakor të vëlla, bëhet ligji dhe këta të vinë ligjërisht nga vende të caktuara dhe të bëjnë punë të caktuara. Por ne nuk mund marrim njerëz cilët janë jo vetëm pa kualifikuar, por janë refugjat, thjesht kanë ikur dhe kanë hyrë në një anije dhe t'i marrim dhe të shpresojmë që do zgjidhim problemin e refugjatëve. Se nuk është vetëm Italia që ka këtë problem, e ka edhe Franca. Ç'a do bëj Shqipëria? Do hapi zemrën për të shpëtuar gjithë refugjatët që janë në Francë, e ka edhe Gjermania. Është një arsyetim absurd, një manipulim emocional që përdor ndjenjat e mira të njerëzve, ndjenjat e mira të një populli të vuajtur dhe emigrant për ta shkatruar ekonomikisht dhe nga ana sociale. Kaq kisha, faleminderit. Shumë interesant kjo spekulimi jot Petro për faktin që spekulimi jot për se mos Rama ka bërë marrëveshje me Melonin, në mënyrë që Meloni me mbështetje të Ramën në atë idenë e tij për Ballkanin perëndimor. Besoj se bën sens, sepse për mendimin tim tash po kalojmë pak politika, nuk po duam të deviju vetëm sa më thanë këtë që me të vërtetë Albin Kurti nuk besoj se e vën ndonjëherë në kush të ndyshim që është rivali më i madh politik i Ramës. Se për brenda nuk është se ka një rival. I vetmi që e bën atë mu du keq është Albini, edhe një ndihmë për ta shkatruar vetmin rival tin Ramës do ishte shumë e shtrenjtë. Prandaj interesante kjo teoria dhe bën sens dhe nuk I wouldn't put it past him, domethënë unë nuk habitem, unë besoj se në atë nivel të ulët moral që ka Rama dhe në atë mungesë të njerëzillëkut që ka dhe mungesë të atë dashurisë që ka, besoj se pa dyshim që edhe e bën edhe një gjatë të tillë. Atëherë, ju ftoj gjithë dëgjuesit që kanë dëshirën e tyre për të ndarë mendimin e tyre ose për të bërë një replikë ose një pyetje ose një kritikë, mjafton thjesht të bëni një request që të jeni folës ose speaker, në varën çfarë gjuhë e keni telefonin, dhe do t'u pranojmë dhe do ju garantojmë kohën për të ndarë mendimin tuaj. Atëherë fjala për Gazmen. Gazmen, mirëmbrëma, mirë se erdhe mik. Mirëmbrëma gjithëve. Unë notohem me këtë zmadhimin që po i bëni kësaj problematike. Po të ishte edhe për shumë arsye. Nuk ka arsye legjitime që të jemi si njerëzim të gjejmë sa do që është e mundshme kushtet për të pritur imigrant të cilët janë në gjendje të tillë që vinë, edhe ka vatra luftash dhe krizash vazhdimisht edhe në Afrikë dhe në vende tjera. Ka shumë arsye që të jemi mikpritës si evropian.
nëse janë bëjmë vetit evropian. Ka shumë arsye, një ndër arsyet është dhe ajo që mos t'i lejmë anijet me plot njerëz të sërëllat të vërdall mesdhetarit, detit mesdhedhet edhe të krijohen situata ku vërtet si evropian ndihemi keq kur e shohim ashtu. Edhe ka pas edhe tragjedi të mëdha në detin mesdhet pikërisht me imigrantë dhe për këtë arsye do të kemi kujdes kur flasim dhe kur shikojmë të mundohemi mos madhojmë çështjet e problemet që mund me ndodh. A ketë probleme, po Shqipëri një vend që njerëzit vinë për të kërkuar azil, do të dijej, nuk është në këtë fazë, as nuk është një vend tranzit, siç është nganjëherë Franca, për shembull, edhe me gjithë sistemin social edhe shëndetësor edhe me gjithë ato mundësi për mikpritje, shumë migrant vetëm dëshirojnë të shkojnë në Angli, nuk dëshirojnë të ndalen në Francë, sepse ashtu e kanë familjen, e kanë rrethin, e kanë komunitetin e tyre dhe nuk dojnë të mbetin aty. Domthonë edhe Franca që është një vend i madh, edhe Italia faktikisht është një vend tranziti. Imigrantët nuk janë duke ardhur në Itali për të ndërtuar në Itali. Një shumë e vogël e tyre po janë, por dëshirojnë sa më në veri, sidomos në disa vende tjera. Por Gaz, kur ke kanë Itali rregullat e Bashkimit Evropian kam kalu verën atje. Kina e pyetje tjetër? Edhe pak emigrantët janë duka? Mu asnjëherë nuk më duken shumë imigrantë. Aha, okay, po ti thuje qysh. Le lejojmë, lejojmë këtë Gaz, që asnjëherë nuk duken shumë imigrantë, edhe s'çaron krejt muhabetin. Po pyet imigrantët e bardhë nuk të pengojnë, po vetëm të zi ndoshta. Po ku e din ti çfarë ngjyre janë ata më Gaz? Pa kaluar atje, mos të kalojmë atje, do na vinë edhe nga Lindja mesme, janë atë bardh ata. A mund ta përfundoj Karl? Ju lutemi. Po, të lutem Gaz, mos do përfundojmë. Çka deshta me thënë për shembull, rasti si ky që vjen në Shqipërisë tash i është kërkuar Turqisë. Kur ka qenë sidomos vlugu i refugjatëve nga Siria, që kanë ardhur, Evropa i ka kërkuar Turqisë që ta bëjë një proces të administrativ të pritjes së refugjatëve që dëshirojnë të kalojnë në Evropë dhe atë proces të azil kërkuarjes ta kryen atje dhe për këtë arsye Turqia ka marrë miliarda, edhe miliarda për këtë sistemim, edhe për këtë çështje administrative. Kur isha duke thënë pak pas më ndërhy Karli se rregullat e Bashkimit Evropian edhe gjithë komuniteti Schengen janë që një refugjat duhet të kthehet, domthonë nëse zinë dikon në vendin në të cilin ka hyrë. Edhe për këtë arsye Italia si një pikë hyrje përmes mesdheut, edhe Greqia janë në hall të madh, sepse njerëzit nuk dëshirojnë të ndalen aty, por kudo që zinën, për shembull në Gjermani ose në Francë, nëse kanë hyrë nga Anglia, nga Italia, ato i kthejnë aty. Për këtë arsye ata dëshirojnë edhe sigurisht që ato strukturat administrative për procesimin e azil kërkuesve edhe refugjatëve, edhe për të gjetur mundësinë, nganjëherë saturohen edhe vinë në një pikë ku në një territor të ngushtë
krijohet vërtet një problem i madh i disbalancit të popullatës dhe nuk arrihet të gjendet mundësia. Kjo mundësia sigurisht që është e përcjellur me kompenzime financiare, nuk është asgjë tjetër përpas se një strukturë që i ngjan, si më thonë, burgut, por që është një hajmi, thonë në gjermanisht, ose Jo, hajm është gjatë tjetër, gaz. Për hajm është përgjithësuese, Karl, aty ka pak të drejtë, në rrënjë bazë është përgjithësuese, po, e kuptoj ku e ka. Po është një vend ku për një kohë të caktuar ata azilkërkuesit do të presin derisa ta marrin vendimin e organeve përgjegjëse, të cilët i akordohen apo jo leje qëndrimi. Nëse i akordohet leje qëndrimi, domethënë ose azili, atëherë ata vazhdojnë aty ku janë nis. Në qoftë se ju refuzohet, atëherë ata organizohet kthimi i tyre në vendin e tyre nga kanë ardhur, nëse ka marrëveshje kthimi ose gjë tjetër. Por se sido që të jetë, domethënë çaja periudha derisa të rimi kërkon një lloj sistemimi njerëzor, sepse nuk dihet për kë ka të bëjë, nuk mundesh me i trajtu të gjithë njësoj, edhe dhe domethënë gjithë ju bjen më shumë aty në vendet që janë në pikën hyrëse të mirën me këtë çështje, edhe pse edhe vendet tjera kishin mundur të bëjnë një gjë tjetër. Gaz, unë du të bëj disa replika të vogla, të lutem, që t'japim dhe pak ses para se t'japim fjalën Arianit. E para është që duhet të kemi parasysh që Shqipëria është një vend ku asistenca sociale për shtetasit shqiptar, të çfarëdo lloj rrace që flasim, është nga 6.000 lekë edhe maksimumi 10.000 ose 11.000 lekë në muaj. Në një vend të tillë ku faktualisht nuk do marri asnjë lloj bonusi financiar nga Italia apo dhe nga Bashkimi Evropian, dhe me ato çfarë dim ne tani, me policia shqiptare, e cila është dështuar në kontrollin e dhunës civile, është dështuar në kontrollin e krimit, është dështuar në kontrollin e dhunës në familje. Kjo polici, që është me jo mjaftueshëm staf, do të menaxhoj sigurinë rreth këtij vendi. A nuk të duket pak e çuditshme kjo? Dhe e dyta, pse është thënë e bardhë në të zezë nga Italia që vetëm meshkujt në mosh do vinë në Shqipëri dhe fëmijët dhe gratë do të procesohen në Itali? Si shpjegon ti gasto? Duke filluar nga e para, unë mendoj që është gabim të mendohet se nuk do të ketë kompenzim bilismaku sa i përket domethënë jo kujdesin ndaj tyre, por mendoja si një hotel të mbyllur, domethënë ato obligimet financiare ndaj tyre kryhen, edhe sigurisht që shteti, domethënë qeveria merr edhe një bonus më tepër, sa i përket kësaj, dhe këtë ka dëshmu Turqia. Erdogani në asnjë mënyrë nuk ja kishte lënë Evropës këtë mundësi nëse nuk ishte pas një favor financiar, sepse nuk ka pas favor tjetër Erdogani për me pranu që të bëj këtë detyrë në emër të Evropës, se edhe janë miliona atje. Edhe çdo nuk ka arsye për të zmadhimit, nuk ka arsye që një person që në sistem për të kërkuar azil për Evropë
domthon e ka bërë atë mundën për me arti të azil kërkuarja, edhe tash po del ka ai po shkoj kanë në koks. What the fuck? Domthon i ka bën 1000 kilometra për me arti aty me prit, më ran për me marrë përgjigjen, edhe po dal ka po shkoj ai në Prizren. Pse? Me akmisa për fillimit ta. Domthon nuk ka kuptim ajo. Domthon ata njerëz apresin në Lampedusa, apo apresin në Napoli, apo apresin në ishujt grek, ose apresin në Teuta ose Cefta në Spanja atje. Domthon është krejt njëjtë, vetëm se vendet ku janë sot ekzistuese në Itali edhe në pikat të caktuara nuk mjaftojnë sigurisht strukturat edhe kërkohet nga vendet tjera, eventualisht të ndihmohet, edhe unë mendoj që është kjo një shenjë e mirë e Shqipërisë, sepse po hyn në një farë mënyre, po mirët me problemet e Evropës. Urdhro. Fal Gazmend, a beson vërtet që në Itali mungojnë strukturat për të mbajtur 30 ose 40.000 veta, apo është vendim politik që s'duan të mbajnë në Itali? Sepse nëse ne mendojmë se nuk ka tokë, nuk ka hoteli, nuk ka kampe në Itali, atëherë unë se di pastaj. Po, është vaj hallit Italia shkret, ja japimi dorë se gjëna. Është një arsye Pedro për këtë, është ata mendoj unë i kanë të kufizuara vendet në për ishuj. Aty ku deri më sot kanë pranuar për shkak të Shqipëria s'ka asnjë ishull. Po e kuptoj, por nëse e dërgon një strukturë të tillë në Milano ose në Roma ose është shumë vështirë të mbahet të mbahet kontrolli mbi atë popullat. Pse në Lezhë është lehtë? Pse në Lezhë është lehtë, Milano është vështirë, më fal. Në Lezhë, sepse nëse ai del prej prej asoj strukture, ati hoteli ta quajnë, edhe shkon në Lezhë, edhe ku do të shkoj ai, do t'i hyj kufive prap që të në mënyrë ilegale që të shkoj në Itali e që ta kthejnë prap në Lezhë. Domthon nuk ka kuptim. Ndërsa nëse është në Milano, vetëm del në Milano dhe mund të vazhdoj tutje. Është një arsye, po këto çështje besoj që mendoj kanë sfidat e veta, edhe sfida më e madhe është ajo sfida vizuale, por mendoj unë se sikur një burg që mund të jetë i vendosur në një hapësirë, por nga fakti që pjesëtarët e atij burg nuk lejohen të marrin pjesë në jetën e qytetit, nuk ka asnjë problem sociale demografik që duhet të zgjidhet, mendoj unë. Po pse pjesa e dytë e pyetjes Gaz, pse vetëm burrat në jep italiani? Edhe tritonit. Do ta respektojmë pak ratën? Jo, thjesht po i tham më përgjigj edhe pjesës së dytë pyetjes, kaç, s'po ta marrallën. S'ka problem Karl se bëjmë atë pjesën, të lutem. Gaz, ndijes mik, por duhet edhe ti jemi pak konciz edhe shkurt që të xhiroj edhe fjala. Të lutem jep edhe një mendim për pjesën e dytë të pyetjes, që si ka mundësi, pse ndodh ky vendim arbitrar që ne marrim vetëm meshkujt në moshë edhe ato që quhen më pak agresive dhe më thjesht për të procesuar, siç janë nënat ose gratë dhe fëmijët, procesohen nga Italia. Si mund të jetë backgroundi i kësaj? Nuk kam ndonjë përgjigje jashtë spekulative, s'po mendoj që në numër sigurisht familjet gra dhe fëmijë janë shumë më të vogla dhe pjesa tjetër është thjesht për mos të enden fëmijët e gratë, domethënë familjet si të tilla poshtë e lartë, por kryesisht është, por absolutisht nuk kam asnjë informat rreth asaj pse vërtet.
Në rregull, faleminderit. Do të thënë jemi akoma para se të jap fjalën Arianit, jemi akoma në statusin ku meshkujt ndryshe nga ç'ne na thon majtistët europian, nuk që nga më të privilegjuarit, por që nga shtesa më pak të drejta, që i ka rënë halli të shkretëve për të treguar në një vend të shkretë si Shqipëria. Për t'i dhënë një farë lloj sensi debatit, mua sa më erdhi një link nga Telegrafi, The Telegraph, shkruan: Italy strikes Rwanda-style deal to send up to 36,000 migrants a year to Albania. Petro, nëse ke diçka të shkurtër, i kalon fjalën Arianit se ka kohë. Diçka krejt shkurtër në raport me atë që tha Gazmendi. Do jenë në një burg që s'do kem fare bashkëveprim me popullatën lokale. Unë e dërgova një link, e keni në komente, ku këta refugjatët që kanë qenë Lampedusa, e përsëris Lampedusa është një ishull i izoluar ku duhet shkosh me tragjet nga aty për në Sicili, janë larguar, kanë kapërcyer rrethimin dhe janë në Itali dhe janë larguar për një pjatë makarona. Llogaritës si është situata, nëse ata largohen në një kamp italian, në një ishull të Italisë, me kushtet e sigurisë të Italisë për një pjatë makarona dhe shkojnë në Itali, llogaritës se sa lehtë do ta kenë ata ta kapërcejnë rrethimin në Shqipëri me policisht të korruptuar shqiptare, që ne e dimë burgje shqiptare se si korruptohet policia me paketë cigare, sa lehtë do ta kenë ata për dalë nga ky supozuar burg. Edhe nëse ky është një burg, ku janë vlerat europiane këtu, po nëse nuk do të zgjatem, vazhdo Arian. Në mbrëma. Unë nuk du t'i kapëm shumë kësaj anës teknike, sepse e keni rrafët goxha. Unë du të them vetëm këtë, që në kuadrin e majtizmit, gazmentëve dhe për gjithë tjere, nuk po flasim, domethënë njerëzit që vinë nga luftrat ose nga vendet ekstremisht varfra, patjetër që na vimsen. Dhe unë jam i parë që them që duhet trajtohen. Por nuk po flasim për njerëz që janë drejtuar Shqipërisë. Po flasim për njerëz që duan të shkojnë në Itali ose diku tjetër, dhe që Italia thjesht i përdor si, domethënë, për t'u zgjat procedurën, për t'u nxjerrë më shumë, si më thon, jetën atyre që duan vi dhe për t'i sjellur. Është identike njëjta gjë që se ku Bleoni që mund të ta përmend më herët, është Rwanda style agreement. Anglia për të dekuraju sa më shumë azil kërkimin në Mbretërinë Bashkuar, i përcjell, nuk e dia ka nisur apo jo, po është miratuar në parlament pritja e azilit në Ruanda. Është e njëjta gjë, domethënë Meloni është e djathtë, është kundër emigrantëve si pozicionuar politikisht kundër emigrantëve, domethënë, edhe nuk është komplet e njëjta skem. Tani, në kuadër të majtës, përsëris, njerëzit ka azil kërkuesit ose refugjatët që na vimsen aq shumë, a nuk është njerëzore, domethënë ne jemi duke kontribuar në ping-pongun e italianëve apo të kujt do tjetër, duke u bërë pjesë e kësaj loje. Domethënë që okay, kërkoni azil atje, hajdeni një herë në Shqipëri, pastaj shohim më bëjmë. Pastaj nga Shqipëria më shumë mundësi shumicën i kthejmë mbrapsht për vendet të origjinës, ose kanë për të lënë këtu, nuk i di se si e kanë planin, po që do ndarë shumë mirë sentimenti që kemi ne ndaj njerëzve të vuajtur, që çdo njeri normale ka, me këtë, si më thënë, me këtë lojen që Rama bën me këtë anë. Nuk është rasti, domethënë, edhe një herë përsëris, nuk po flasim për emigrant ose për azil kërkues që na kanë ardhur në Shqipëri dhe janë ulur kom kryq. Nuk është ky rasti, po flasim për njerëz që ndoshta nuk e dinë se çfarë është Shqipëria, edhe nuk duan ta dinë se çfarë është. Nuk duan ta kenë fare në agjend, po afuzin me zor. Dhe se si ndihmon kjo ata refugjat, unë këtë nuk e kuptoj. Për kapacitete pastaj është qesharake në mendimin tim modest. Mendosh që një vend me 60 milion banor, sa është Italia, dhe me tokë minimalisht janë 30 herë sa Shqipëria, më të madhe, ka kapacitete më shumë se sa ne për të administruar. Nuk e kuptoj se si ne ndihmojmë këtu. Ne thjesht bëhemi tualeti ose aneksi i shëmtuar i Italisë në këtë rast. Dhe kategorikisht nuk duhet ta pranoj. Faleminderit.
Të dashur dëgjues, kjo hapësirë publike për arsye teknike është ndarë në 3 pjesë. Kjo ishte pjesa e parë nga 3. Ju ftoj të ndiqni edhe 2 pjesët e ardhshme, që do të ngarkohen direkt njëra pas tjetrës në të njëjtën kohë. Faleminderit dhe miru dëgjofshim.